Familja e banorëve Sina, me origjinë nga Voskopoja, një nga familjet më të pasura të krajinës së njohur dhe me kontribut të madh në ndërtimin e kishave, akademisë dhe shtypshkronjës së këtij fshati ka tashmë një memorial të dedikuar në qendër të Voskopojës, një bashkëpunim nga ambasada hungareze në vendin tonë dhe një grup filantropësh hungarez. Në aktivitetin e dedikuar për rastin, djali i historianit të Voskopojës, Dori Falo, shpjegoi se familja Sina u largua nga Voskopoja pas djegjes së parë të kësaj krahine. Familja Sina ishte një nga familjet më të pasura të Voskopojës së vjetër. Bëhet fjalë për vitin 1769 kur u doq për herën e parë Voskopoja dhe ishte një nga tregtarët më të pasur të Voskopojës dhe familja mes madhe e Voskopojës dhe një nga kontribuset më të mëdha për ndërtimin e kishave, të akademisë, të bibliotekës, të ujësillsave dhe plot vepra të tjera që ishin atë kohë në Voskopojën e vjetër. Kryetari i Bashkisë së Korçës, e cilës figurën e baronit Simon Sina, një figurë që nderon jo vetëm vendlindjen e tij, por gjithë Shqipërinë. Moment shumë i veçantë sot të përrojmë në Voskopojë plakën përkutëmore, beso reliefin, mënderim të vendosur në nderim të një figure të shquar me origjinë nga Voskopoja, por me kontribut të jashtëzakonshëm, sidomos në Hungari, siç është Simon Sina. Ambasadorja e Hungarisë në Shqipëri, Martina Kasnik, tregoi se Simon Sina i kushtoi jetën e tij bamirësisë. Është nder të mblidhemi këtu në vlerësim të Simon Sinës, një figurë vizioni e bamirësie që për të mirën publike la gjurmë në rajonin tonë. Ditën e martë në Voskopojë vlerëson atë që doli jashtë kufive. Kontributi i tij vjen të jetë i gjallë dhe sot. Ndihmoi për urën e Budapestit dhe ne sot e vlerësojmë midis urave të bashkëpunimit Shqipëri-Hungari. Familja e banorëve Sina, Hodosi dhe Kizdja tani u zhdukur, por dikur ishte një familje jashtëzakonisht e pasur banakierësh dhe aristokratësh që jetonin në Hungari dhe Austri, të cilët mbritën në perandorinë Habsburge nga Moskopolis. Familja luajti kështu një rol të rëndësishëm në ekonominë hungareze dhe në zhvillimin e epokës së reformës, si dhe ishte financuesja kryesore e ndërtimit të urës së zinxhirit. Familja Sina psoi tragjedi të rëndë pasi djali i vetëm, Simon Sina, nuk arriti moshën madhore dhe disa nga vajzat e tij vdiqën gjithashtu të reja. Megjithatë, disa nga pasardhësit e tij që ende jetojnë sot janë antar të familjeve gjermane dhe greke. Gheorghi Sina dhe Simon Sina ishin ndër mbrojtësit më të mëdhenj të Hungarisë dhe Greqisë në shekullin e 19. Gheorghi Sina ishte financues kryesor i urës së zinxhirit të Budapestit. Ai luajti një rol të rëndësishëm në themelimin e kompanisë së anijeve me avull të Danubit, rregullimin e lumit Tisza dhe zhvillimin e rrjetit e kurudhor hungarez. Kur u themelua Akademia Hungareze e Shkencave, ai bëri donacionin më të madh privat, 80.000 forint, duke njohur kështu jetën shkencore hungareze. Si konsul i përgjithshëm i Greqisë, ai mbështeti financiarisht Universitetin e Athinës, shkollat dhe institucionet e mirëqenies.